Alla ku pëlqyri ball, po më dhan zemra shpirti. Pas Allahi. I kalon 2 vajza, i kalon 20 vjet me shtin dhe, pa kur gjeq. Jo s'mu pi zemrës, jo s'mu pi shtypjes, janë pitana të zezave. 20 vjeçarja Elvira Ramliku nga Plemetini i Obiliqit ka ndërruar jetë në gusht të vitit 2023 në rrethana të dyshimta. Fillimisht ky rast u cilësua si vetvrasje, ndërsa më pas si vdekje dyshimt. Në qershor të vitit 2024, ML-ja ka dalur me një raport të autopsisë të papërfunduar, pasi që sipas tyre duhet të konfirmohen edhe analizat laboratorike mjekoligjore të toksikologjisë. Ne kemi ardhur përsëri në Plemetin për të takuar babain e Elvirës pas kërkesave të tij të shumta, pasi që ai dëshiron ta dijë arsyeën pse Elvira ka ndruar jetë. Për më shumë, ndiqni historinë në vazhdim. Alla ku pëlqyri ball, po më dhan zemra shpirti. Pas Allahi. Unë jam të prit që 2 vjet gati u bë. Jam të prit, s'po di pi shkafe që i kam ka dek. Dukesh po thot e kam yt veten. Dukesh tash tjetër fjalë kanë dalë. Unë s'po di pi shkafe ka dek e çik. Po dua arsye. Shumë keq, shumë zor, shumë zor. Qik 20 vjet me shti dhe, a ka fol Zoti, nuk ka fol. I kalon 2 vajza, i kalon, edhe, kom që ja kalon më shku mi pa, pas po me egzamën më shku mi pa. Sa ata e di që është nona vetë të une, për asy nuk shkemi marrë minore, se e lypi nona vetë e lypi. S'po më ves me flejt, s'po mos më bo rahat, as më me dit, s'po di as vetë, ko mos stres kryt madhe, jem s'mu pi zemrës, jem s'mu pi shtypjes, nuk jam i Zotin edhe thmin e vogël me mojt i shmija, a i ball gruja më ka dek, a gruja më ka dek pi kancerit, që Allah ka më shuru la gjenetit, Allah e ka shku qash me rnu, edhe qash ka rnu, po vajzën tem, 20 vjet me shtin dhe, pa kur gjeq, pa arsye po du me dit, pi shkafit vajzën më ka dek. E kisha lu prokurorin e Kosovës, për i Zotit, sa ma shpejt më mazbar këtë punë, me dit, pi shkafit vajza më ka dek. Se s'po më bo ashtu në rahat, unë në babi thmivi jam. Ju s'mu mua, kam stres në kry, i kam tanat i kam. Ju s'mu pi zemrës, ju s'mu pi shtypjes, jam pi tanat zezave. O dhe nësë po du për me dek, po du me dit, bile edhe që i des, më së mjetë pik zemër, bile të di pi shkafit vajza më ka dek. Kisha po qef, më morë të kush parasy, unë që jem ashkali, po dhe unë jam njeri, kisha lut Kosovën, sa ma shpet me zbardhu kitë punë. Unë e gjdonë sa pa më të qona pi gjumit, më nëj, për arsy që pi shkafit kanë dru që i ka jetë. S'mu me flej gjithë natës, s'mu më borat gjithë natën, pasha Allahin, pasha një Koran, gjithë natës s'mu më borat. Jam me 7.000 jetima, kush ka mundësi më limue, për 7.000, Zoti shpërblet, Allah i rujt. Ja, Rabbi Allah. Si avokat i familjes së të ndjeres Elvira Ramlikut, ne kemi pranuar një raport nga Instituti Mjekësisë Ligjore, i cili raport është i manget, i bëjmë lutje Instituti Mjekësisë Ligjore që na pajis sa ma shpejt me raportin përfundimtar, në mënyrë që familja e të ndjeres të dinë shkakun e vdekjes. Nuk ka të arrestuar deri me tash. Reporteri ka dërguar pyetje edhe në prokurorinë themelore të Prishtinës për të mësuar më shumë detaje për rastin dhe për të ditur në çfarë faze janë hetimet. Mirë po, deri në këto momente ne nuk kemi marrë përgjigje.